Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vijmë ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Investimi në Zvërnec dhe protestat qytetare që po mbajnë vendin në tension prej 3 javësh kanë dominuar fjalën e kryeministrit Edi Rama në mbledhjen e zgjeruar parlamentare në pallatin e Brigatave. Rami është drejtuar kabinetit dhe deputetëve duke theksuar se nuk e mendon dorëheqjen dhe se do të vijojë mandatin e tij. Ai ka komentuar edhe zhvillimet politike dhe ndërkombëtare përfshir investimet dhe debatet publike. Investimi në Zvërnec dhe protesta qytetare që po zgjasin prej 3 javësh kanë qenë në qendër të fjalës së kryeministrit Edi Rama gjatë mbledhjes së zgjeruar parlamentare të zhvilluar në pallatin e Brigatave. Para deputetëve dhe kabinetit qeveritar, Rama ka qenë i prerë duke deklaruar se nuk e mendon dorëheqjen dhe se sipas tij do të vijojë të respektojë kontratën me qytetarët. Një qeveri nuk e dorëzon kur timonin tek zhurma. Një grup udhëheqës nuk I jepet zhurmës. Dhe sa më shumë zhurma zmadhohet, aq më shumë një grup udhëheqës forcon identitetin e vet duke bashkuar të gjithë në emër të destinacionit. Dhe nuk çohet deri në fund një mision historik si ky që na ra ne, nëse qeveria e tij, grupi I udhëheqës merr drejtim nga frynera. Rama ka theksuar gjithashtu se vendi nuk mund të qeveriset përmes algoritmeve, të cilat sipas tij po e deformojnë realitetin publik dhe po e kthejnë Shqipërinë në syrin e një ciklopi digjital. Të dashur, është që ne të refuzojmë të ndjekim çdo dallë. Është që ne të qeverisim Shqipërinë sipas kontratës që kemi me popullin shqiptar dhe jo sipas algoritmit. Të bëjmë atë që është shumë e vështirë në fakt, por që është vetëm ajo që ne mund të bëjmë. Të vazhdojmë përpara. Të vazhdojmë të dëgjojmë, patjetër të dëgjojmë. Askush nuk mund ta thotë unë jo, që nuk ka shumë të vërteta në ato që thuan, lidhur me çfarë nuk shkon, lidhur me çfarë duhet bërë më mirë, lidhur me si njerëzit duhet shërbehen më mirë, etj. Por zgjedhja jonë është e detyruar. Nuk është një zgjedhje që është njëra nga disa. Zgjedhja jonë është të bëjmë çmos që njerëzve t'ju japim lajmin e mirë. Cili është lajmi? Jo propaganda, lajmin e mirë. Ai ka shtuar se vëmendja ndërkombëtare ndaj vendit nuk lidhet me shqetësimet për protestat, por me përfshirjen e Kushnerit, dhëntrit të presidentit amerikan Donald Trump. Bota nuk u zgjua prej fatit nartës o prej emrit të Jared Kushnerit dhe sigurisht prej hijes së vjerrit tij, të cilin e urren për vdekje krejt armata globale online që kujtoi se gjetin bulevardin e Tiranës Waterloo e Donald Trump. Dhe si në një film science fiction, bulevardi përputhi atë armatë të frikshme me krejt armatën e urrejtësve shqiptar, off dhe online. Jo ndaj Donald Trumpit, por natyrisht ndaj meje dhe ndaj jush. Kryeministri ka hedhur poshtë gjithashtu akuzat e opozitës se ka qenë I përfshirë në udhëtime apo takime në Aruba, duke I cilësuar si të pavërteta dhe politike. Çfarë vlerë ka që unë them nuk kam qenë kur në Aruba, nuk e di fare për çfarë bëhet fjalë se ka ndodhur në Aruba, nuk kam dërguar kur njeri të shkojë në Aruba, s'ka si vlerë. Në fjalën e tij, Rama ka dhënë një përgjigje edhe për kritikët që vijnë nga brenda rradhëve të mazhorancës. Në një prurje që nxori në bregun e gjithë atij oqeani virtual, deri te dhëmb të atyre që e kaluruan këtë parti, sa mundën. Dhe kur nga Kali, filluan të gjuajnë me këpucët e blera në shopingjet Majkali. Befas, Zvërneci u bë kërthiza e botës. Ai ka komentuar me ironi dhe kërkesat për një Shqipëri të re, përfshirë edhe debatet që vijnë nga grupi parlamentar. Dhe kam parë që ka edhe shpirtrat humbur këtu që në familjen tonë politike që duan një Shqipëri të re. Fair enough. Mezi pres që të na sjellin draftin e Shqipërisë së re, të shkruar. Dhe patjetër jemi gati të bëjmë një marrëveshje të re për një Shqipëri të re. Po kam frikë se drafti nuk do vi kurrë. Në përmbytje, Rama ka pranuar se rruga përpara është e vështirë, por ka theksuar se misioni I qeverisë mbetet I pandryshuar dhe do të vijojë deri në fund të mandatit. Prandaj Shqipëria është e gjitha sot në duart tona, jo në këmbët e atyre që bëjnë xhiro. Nuk është një hashtag Shqipëria. Shqipëria nuk është një flamingo që merret zvarr për të dukur bukur. Shqipëria është një vend që sot është në një luftë të madhe me vetveten dhe Bashkimi Evropian është I taka jonë. Le të këndojnë sirena dhe atë punë kanë, ne kemi një punë tjetër. Unë bashkë me ju. Ne kemi detyrë ta çojmë Shqipërinë tek ai breg me çdo kusht. Qindra makina të mbushura me protestues nga diaspora shqiptare kanë hyrë sot në Tiranë pas disa ditësh udhëtim nga qytete të ndryshme të Evropës, përfshirë edhe Londrën. Me flamuj kombëtar të shpalosur, autokolona ka tërhequr vëmendjen e qytetarëve në kryeqytet, ku sot pritet të mbahet një protestë mbarkombëtare me pjesëmarrje të lartë.
Një autokolon e madhe e përbërë nga qindra automjete të protestuesve të diasporës shqiptare kanë hyrë në orët e para të ditës së sotme në kryeqytetin Tiranë. Në pikën kufitare të Muriqanit ka pasur fluks të madh gjatë paraditës së kësaj të shtune. Dhjetra emigrantë nga Anglia, Gjermania dhe vende të tjera europiane kanë mbritur me makinat e tyre. Makinat të mbushura me flamuj kombëtar kanë përshkruar rrugët kryesore të qytetit duke tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe udhëtarëve që ndodheshin në transport publik. Shumë prej tyre kanë filmuar momentin ndërsa pamjet janë shpërndarë gjërësisht. Autokolona e cila ka udhëtuar për disa ditë nga qytete të ndryshme të Europës ka mbritur në Shqipëri në shenjë pjesëmarrje në protestën e paralajmëruar si dhe një nga më të mëdhat ndërkombëtare. Sipas organizatorëve, protesta e sotme pritet të ketë një pjesëmarrje të konsiderueshme me qytetarë nga diaspora dhe brenda vendit që i bashkohen tubimit në kryeqytet. Autoritetet nuk kanë raportuar probleme gjatë hyrjes së autokolonës, ndërsa në Tiranë janë marrë masa për menaxhimin e qarkullimit rrugor për shkak të fluksit të shtuar të automjeteve. Qindra shqiptarë të diasporës janë mbledhur në Freiburg të Gjermanisë, ku për rreth 4 orë kanë protestuar kundër asaj që e cilësojnë keq qeverisje në Shqipëri. Protestuesit kanë kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimin e klasës politike shqiptare. Tubimi u shoqërua me pankarta dhe mesazhe që pasqyronin zhgënjimin e emigrantëve për largimin nga vendlindja. Qindra qytetarë janë mbledhur në qytetin e Freiburgut në Gjermani në një protestë që zgjati rreth 4 orë dhe kishte në qendër situatën politike dhe sociale në Shqipëri. Pjesëmarrësit shprehën solidaritetin e tyre me protestat që po zhvillohen në Shqipëri, duke ngritur akuza për keq qeverisje dhe duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama, si edhe një ndryshim tërësor të klasës politike shqiptare. Gjatë tubimit, protestuesit mbanin në duar pankarta me mesazhe që pasqyronin përvojën dhe sakrificat e emigracionit. Na morët aq shumë sa edhe kthimi na duket i huaj. Më vodhët vitet me baban, më vodhët kohën me nënën. Ishin vetëm disa nga thirrjet që u shfaqën gjatë protestës. Pjesëmarrësit tekstuan se largimi i mira shqiptarëve nga vendi nuk është zgjidhje, por pasojë e mungesës së mundësive dhe situatës që sipas tyre vazhdon të përkeqësohet. Ata kërkuan më shumë përgjegjësi nga institucionet dhe ndryshime që do t'u japin qytetarëve arsye për të jetuar dhe investuar në Shqipëri. Organizatorët deklaruan se protesta e Freiburgut është pjesë e një lëvizjeje më të gjerë të diasporës shqiptare, e cila synon të bëjë të dëgjueshëm zërin e emigrantëve përballë zhvillimeve politike në vend. Në përfundim të tubimit, protestuesit paralajmëruan se mobilizimi do të vazhdojë edhe në ditët dhe javët në vijim, duke lënë të kuptohet se protesta të ngjashme mund të organizohen edhe në qytete të tjera evropiane, ku jeton një numër i konsiderueshëm shqiptarësh. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se mira shqiptar nga diaspora dhe vendi po mbërrin në Tiranë për të marrë pjesë në protestën e sotme mbarkombëtare. Sipas tij, kjo është një nga tubimet më të mëdha të organizuara deri më tani, ku Berisha theksoi se opozita po angazhohet për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se sot mira shqiptar nga Shqipëria dhe diaspora po udhtojnë drejt Tiranës për të marrë pjesë në protestën e paralajmëruar ndërkombëtare. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët në rrjetet sociale, Berisha u shpreh se pjesëmarrja në këtë tubim pritet të jetë ndër më të mëdhat që nga nisja e protestave, duke përfshirë mbështetës të Partisë Demokratike, qytetarë pa përkatësi partijake si dhe emigrantë shqiptar që kanë bërritur nga vende të ndryshme të Europës. Qytetarë dhe qytetarë pa parti po vërshojnë nga të katër anë të Shqipërisë dhe përveç kësaj, diaspora shqiptare ka mësy vendin e vetë dhe rrugë, aeroportet, tragetet, sjellin dhjetra mijëra shqiptarë këtë natë në protestën më kulmore, rinore qytetare të kombit shqiptar në Tiranë për dorëheqjen e narkodiktatorit, e kreut të meduzës të regjimit të bazuar në drogën, vjedhjen dhe farsën zgjedhore të shqiptarëve. Në deklarimet e tij ai ka përdorur gjithashtu një gjuhë të ashpër ndaj kryeministrit Edi Rama, duke akuzuar për keq qeverisje dhe duke cilësuar qeverisjen aktuale si të lidhur me korrupsionin dhe manipulimin e zgjedhjeve. Berisha kritikoi gjithashtu qasjen e kryeministrit ndaj mediave dhe rrjeteve sociale, duke quajtur atë një përpjekje për sulmuar zërat kritik. Ndërkohë Edi Rama vazhdon betejën e tij don kishoteske, duke shpallur armiq të popullit një grup blogeres dhe blogerësh të cilët sipas tij
pasi rrjedhtoi agjenturat iraniane, greke dhe ruse, tani ka shpall si më të rrezikshmit, si armiq të rrezikshëm të Shqipërisë, blogerët, internetin, mediat sociale dhe me radhë. Po ashtu ai ka komentuar edhe çështje të ndryshme politike dhe hetimore, përfshirë dhe dosjen e Zvërnecit, të cilën e ka cilësuar si përgjegjësi të drejtë të kryeministrit. Dosja e Zvërnecit është fund e krye, përgjegjësi direkte e Edi Ramës për mungesën totale të transparencës dhe dhunimin nen për nen të ligjeve të vendit dhe ligjeve ndërkombëtare. Edi Rama përpiqet të fshihet, por me sa kuptoj unë, ai në mënyrë absolute ka mashtruar kompaninë dhe kompaninë mbasi në kundërshtim me të gjitha kushtet ligjore. Ai ka lëshuar lejen e zhvillimit për hir të zvërtetës ka ai e fsheh, ai ka lëshuar në janar të këtij viti edhe lejen e ndërtimit dhe ka lëshuar lejen e ndërtimit për 3 bloqe dhe lejet e ndërtimit janë kompania vet ka kërkuar me noter anullimin e tyre. Edi Rama i fsheh të gjitha këto. Edi Rama tani përpiqet t'i vendos në ligj gjërat, ku mashtron. Protesta e sotme pritet të zhvillohet në qendër të Tiranës, ndërsa autoritetet kanë marrë masa për menaxhimin e fluksit të madh të qytetarëve dhe qarkullimit në kryeqytet. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka reaguar ndaj akuzave të ngritura nga SPAK në dosjen e sterilizimit. Përmes një deklarate të publikuar nga avokati i tij mbrojtës, ai pretendon se pas 6 vitesh hetime nuk është ngritur asnjë akuzë për korrupsion aktiv apo pasiv ndaj tij. Beqaj i cilësoi si të pabazuara akuzat për vjedhje duke shpërdoruar detyrën. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka reaguar publikisht ndaj akuzave të ngritura nga prokuroria e posaçme në lidhje me dosjen e sterilizimit, duke mohuar çdo përfshirje në veprimtari të palishme. Përmes një deklarate të shpërndarë në rrjetet sociale nga avokati i tij mbrojtës, Beqaj thekson se pas 6 vitesh hetime, organi i akuzës nuk ka ngritur ndaj tij asnjë akuzë për korrupsion aktiv apo pasiv. Si mund të jemon autori i vjedhjes kur nuk kanë prekur asnjë hallk të faturimit, pranimit të shërbimit, urdhërimit apo ekzekutimit të pagesës. Nuk mund të merret një pagesë rregull kontradiktore kryer me faturë dhe përmes thesarit dhe të quhet vjedhje, vetëm sepse kam nënshkruar kontratën si ministër. Përgjegjësia penale është personale, nuk dënohesh për perceptim publik, nuk dënohesh për funksionimin që ke mbajtur, nuk dënohesh për titullin ministër, dënohesh vetëm nëse provohet veprimi apo mos veprimi yt konkret penal. Në reagimin e tij, Beqaj nënvizon se përgjegjësia penale është individuale dhe se askush nuk mund të dënohet pa pasur prova konkrete që vërtetoj një veprim apo mos veprim. Ai kundërshton veçanërisht akuzën për vjedhje duke shpërdoruar detyrën, duke argumentuar një vepër e tillë kërkon prova për përvetësim të palishëm të pasurive, ekzistencën e një dënimi konkret ekonomik dhe përfitimin e padrejtë, elemente që sipas tij nuk provohen në rastin e tij. Në një shtet të drejtës, akuza për vjedhje kërkon paksim ose përvetësim të pasurimit të tjetrit, pa pëlqim të vlefshëm të pronarit, kërkon akt konkret, kërkon dashje, kërkon vlerë konkrete, kërkon përfitim të padrejtë. Asnjë nga këto nuk provohet ndaj meje. Në fund të deklaratës, Beqaj kërkon që ndaj tij të mos përdoret termi vjedhje pa u përcaktuar dhe provuar konkretisht shuma e pretenduar si e përvetësuar. Ndërkohë, procesi gjyqësor lidhet me dosjen e sterilizimit, i cili vijon në institucionet e drejtësisë. Një 35 vjeçar ka mbetur i plagosur pasi ka rënë në det gjatë drejtimit të një gomoneje në zonën e Himarës. Ai arriti të dalë në breg në gjirin e Llamanit, ku u gjet nga policia dhe u transportua në spital. Gomoneja e cila lëvizte pa drejtues u vu në kontroll për të shmangur rrezikun ndaj pushuesve dhe mjeteve të tjera lundruese. Një incident është regjistruar në ujërat e Himarës ku një 35 vjeçar ka rënë në det gjatë lundrimit me gomone duke psuar dëmtime të njërës këmbë. Sipas policisë, ngjarja u konstatua pas një uftimi për një gomone që po qarkullonte me shpejtësi dhe pa persona në bord. Menjëherë pas marrjes së informacionit, shërbimet policore nisën verifikimet në zonë. Gjatë kontrollit, efektivët gjetën 35 vjeçarin në gjirin e Llamanit, ku ai kishte arritur të dilte pas rënjes në det. I dëmtuari u transportua menjëherë drejt spitalit për të marrë ndihmën në
nevojshme mjekësore. Sipas autoriteteve, gjendja e tij shëndetësore është jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, gomonja që kishte mbetur pa drejtues dhe paraqiste rrezik për mjetet e tjera lundruese dhe pushuesit në zonë u vënë në kontroll nga njësia policore detare në bashkëpunim me policinë kufitare. Autoritetet vijojnë verifikimin për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të garantuar sigurinë në hapësira detare gjatë sezonit turistik. Policia e Tiranës ka arrestuar një 44 vjeçar të dyshuar për trafik droge pasi u kap me 1 kilograme 680 gram kokainë në zonën e bulevardit të ri. Sipas autoriteteve, ai dyshohet se shpërndante lëndë narkotike në doza dhe kishte lidhje me një rrjet më të gjerë. Hetimet po vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Një operacion i policisë së Tiranës ka çuar në arrestimin e një 44 vjeçar i kapur në flagrancë me një sasi të konsiderueshme kokainë. Sokol Kuçi u vu në pranga në rrugën Riglata pas informacioneve të siguruara nga strukturat e antidrogës për një aktivitet të dyshuar të trafikut të lëndëve narkotike në zonën e bulevardit të ri dhe në segmentet rrugore që lidhin kryeqytetin me urën e Paskuqanit. Gjatë kontrollit fizik, policia gjeti dhe sekuestroi 2 paketime me kokainë me një peshë totale prej rreth 1 kilogram 680 gram. Sipas hetimeve paraprake, i arrestuari dyshohet se e shpërndan lëndë narkotike në doza të vogla për shitje, ndërsa një pjesë e tregtonte vetë. Në deklarimet e para, në prani të hetuesve, 44 vjeçari ka pohuar se lënda narkotike ishte marrë me porosi të një personi që aktualisht ndodhet në burg, ndërsa nuk ka dhënë identitet të mëtejshëm. Policia e Tiranës dhe bashkëpunim me prokurim po vijojnë hetimet për të identifikuar dhe arrestuar personat e tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. I arrestuari akuzohet për veprën penale, prodhim dhe shitje narkotikëve. Policia ka arrestuar në flagrancë 2 shtetas në fshatin Ivanaj të Malësisë së Madhe të dyshuar për kultivim të bimëve narkotike. Në total janë zbuluar dhe asgjësuar 306 bimë kanabisi, ku autoritetet po vijojnë kontrollet në zonat malore me dronë dhe forca toksore. 2 persona janë arrestuar nga policia në flagrancë gjatë një operacioni antikanabis të zhvilluar në territorin e fshatit Ivanaj në Malësinë e Madhe. Në pranga kanë rënë Nikol Zabelaj 40 vjeç dhe Kin Plepi 43 vjeç, të 2 banues në fshatin Krudere. Sipas policisë, të 2 të dyshuarit ishin në monitorim nga forcat e rendit përpara se të ndërhynin në arrestimin e tyre. Gjatë kontrollit në terren, uniformat blu zbuluan gjithsej 306 bimë të dyshuara kanabis sativa, të cilat u asgjësuan në përmes djegjes. Materialet proceduriale janë referuar prokurisë për veprimet mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të rastit dhe identifikimin e çdo personi tjetër të përfshirë. Policia e shtetit bën me dije se kontrollet në territorin malor po vijojnë intensivisht, duke përdorur si dron për survejim ajror, ashtu edhe forcat toksore me qëllim goditje në rasteve të kultivimit të lëndëve narkotike. Policia e Durrësit ka finalizuar 2 operacione të koduara duke vënë në pranga 2 persona të dyshuar për grabitje me dhunë dhe armë. Njëri prej të arrestuarve akuzohet për një tentativë vjedhjeje të armatosur në një banesë në fshatin Rad, ndërsa tjetri për bashkëpunim në një seri grabitjesh ndaj taksistëve. Hetimet po vijojnë për dokumentin e plotë të aktivitetit kriminal. 2 persona kanë rënë në prangat e policisë së Durrësit në kuadër të operacioneve të koduara Rada dhe bashkëpunëtorit, të cilët kanë në fokus goditjen e rasteve të grabitjeve me dhunë dhe armë. Në operacionin Rada u arrestua një 21 vjeçar i cili dyshohet se me 19 qershor pas mesnate ka hyrë i armatosur dhe i maskuar në oborrin e një banese në fshatin Rad me qëllim vjedhjen. Sipas policisë, i riu është kapur në tentativë për t'u larguar nga vendngjarja, ndërsa gjatë kontrollit në banesë u gjetën dhe u sekuestruan 2 armë zjarri. Ndërkohë, në kuadër të operacionit bashkëpunëtori është ndaluar një 51 vjeçar banues në Tiranë i dyshuar për përfshirje në një rrjet grabitjesh me dhunë. Sipas hetimeve, ai bashkëpunon me një tjetër person të arrestuar më herët, i cili akuzohet për sulme ndaj 2 personave në zonën e Shënavllashit dhe Rinasit. Hetimet kanë zbuluar se 51 vjeçari dyshohet se shërbente si transportues i bashkëpunëtorit të tij, i cili kryente grabitje ndaj taksive në Tiranë, Krujë dhe Durrës. Gjatë kontrolleve në banesë dhe garazh janë sekuestruar prova materiale që i lidhin atë me veprimtari kriminale. Materialet proceduriale janë referuar prokurisë së Durrësit, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të mundshëm të përfshirë në këtë ngjarje.
Vjojmë një informacion nga qyteti i Kavajës. Kavaja ka mirëpritur për herë të parë Kavaja Code Fest, festivalin e teknologjisë që bashkojnë nxënës të talentuar në kodim, robotik dhe inteligjencë artificiale. Me projekte inovative dhe zgjidhje kreative, të rinjt prezantuan aftësitë e tyre, ndërsa fituesit do të përziten nga juria dhe publiku për të përfaqësuar qytetin në festivalin e teknologjisë në Vushtri të Kosovës. Qyteti i Kavajës ka mirëpritur edicionin e parë të Kavaja Code Fest, një festival që synon të nxjisë kreativitetin dhe aftësitë digjitale të rinjve përmes programimit, robotikës dhe inteligjencës artificiale. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e kinoteatrit të qytetit. Nisma vjen nga Innovation Academy në Vushtri të Kosovës, e themeluar nga Ensar Bajrami dhe Fatbarda Dallku, të cilët kanë sjellë projektin edhe në Shqipëri pas suksesit të arritur në Kosovë. Zoti Bajrami tha për Drita Televizion se u befasua nga pjesëmarrja dhe interesi i fëmijëve dhe prindërve të komunitetit të qytetit. Unë gjithmonë e them që fëmijët nga Shqipëria, nga Kosova, jo vetëm që janë të barabartë me bashkëmoshatarët e tyre kudo në botë, por nganjëherë janë edhe më të mirë. Krejt çfarë duhet është njerëz prindër, edhe një vend ku ata shprehin kreativitetin edhe talentin e tyre dhe njerëz të cilët i mbështesin. Pra këtu kemi projekte të ndryshme duke filluar nga kodimi, nga robotika, nga inteligjenca artificiale që është domethënë në kulmin e zhvillimit e gjithçka nga teknologjia dhe inovacioni. Kështu që i ftoj të gjithë qytetarët e Kavajës që të vinë dhe ta vizitojnë këtë festival dhe t'i përkrahin këta fëmijë të mrekullueshëm. Ndërsa zonja Fatbarda Dallku vlerësoi punën e mësueseve, të cilat sipas saj dhanë një kontribut të madh në këtë projekt. E vërteta është që kemi pas vështirësi teknike, mbrëm deri në ora 10, mbrëm ashtu kemi punu, me printime, me kablo, me çdo gjë kemi realizu vetë. Në Kavaj, organizimi i aktivitetit është realizuar në drejtimin e drejtoreshës së Innovation Academy Valbona Karkini Mustafa, e cila së bashku me ekipin e saj ka mundësuar zhvillimin e edicionit të parë të festivalit në qytet. Zonja Mustafa u shpreh mjaft optimiste për këtë projekt dhe në fjalën e saj u shpreh se ky lloj bashkëpunimi do të vijojë edhe më tej për të mirën e qytetit. Fillimi është gjysha e punës, thot një fjalë urtë popullore. Dhe derisa një fillim prej një viti ka një sukses kaq të madh, mendoj se suksesi do jetë në vazhdim e sipër, do të jetë pa diskutim i suksesshëm ky projekt. Në këtë edicion mori pjesë edhe nënkryetari i Bashkisë së Kavajës, zoti Genci Gjylsheni, i cili vlerësoi nismën si një hap të rëndësishëm për edukimin teknologjik dhe përfshirjen e të rinjve në inovacion. Dhe jemi shumë krenar për këto fëmijë që kaq bukur kanë arritë bëjnë gjithë kompozimet e tyre dhe të na i servirin ne si qytetarë. Është risi e veçantë dhe do ta mbështesim maksimalisht Bashkia e Kavajës me sa mundet, do të mbështesim këto lloj aktivitete që i përkasin, pra domethënë dhe i shërbejnë këtij qyteti që gjithkohon kërkon gjëra të reja. Në festival morën pjesë 80 nxënës me 33 projekte të zhvilluara gjatë vitit akademik në fusha si kodimi, robotika dhe inteligjenca artificiale. Fituesit do të përziten përmes një formule të kombinuar mes jurisë profesionale dhe votës së publikut, ndërsa aktiviteti do të kulmojë me mbrëmje në gala ku do të ndahen çmime dhe mundësi për përfaqësim në festivalin në Vushtrit të Kosovës. Organizatorët e konsiderojnë këtë aktivitet si një hap të rëndësishëm drejt promovimit të arsimit teknologjik dhe krijimit të mundësive të reja për të rinjt, duke synuar që Kavaja të kthehet në një pikë të qëndrueshme të inovacionit digjital në rajon. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.